Përdrejt vijojmë për sëri diskutimet, folëm për çështjen e non gratës, një nga çështjet më të rëndësishme që ka marrë shumë vëmendjen gjatë 24 orëve të fundit. Rikthehemi në fushat. Logu, më jep komentin për fushatën e PD-s edhe për PS-n, rivalin tuaj. Atëherë, ishin për hir të vërtetës duhet thënë që ka qenë një ndër fushatat më të qeta. Kam parasysh këto përplasjet në nivel baze, pra militantësh, fatmirësisht nuk kemi pas... Fatmirësisht shpresojmë shumë që dhe të dielën të shkojë kështu. Se kemi pas raste që keni patur Brendallojt, Logo? Dhe me pasoj vdekin e personat. 2021 Elbasan. Elbasan në Kurbin në 2019. Logo, por keni patur probleme Brendallojt në Elbasan... Nuk ka lidhje Elbasani. Nese, flasim për porositë të pushtetit mos hapja dyreve për plasin e fishek zjarve, po sa i përket fushatës. Pra, ka pas një farë qetësie, por kjo nuk do të thotë që nuk ka pas tendencë të pushtetit në ndikimin e administratës publike dhe në tentativat për manipulim dhe blerje të votës. Sa i përket fushatës, Partia Demokratike ka tregu një pjekuri politike, ka tregu që është një alternative gatshme për pushtet, ka tregu që është një alternative cila ka marrë përsipër të shkruaj historinë. Pse e them këtë? Është lidhe direkt me zotin Berisha, ashtu siç e ka thënë dhe vetë ai, unë i qëndroj kësaj ideje që ai nuk është se ka nevojë të bëjnë karrierë politike, sepse i ka ezuru funksion më të larta shtetërore gjatë këtyre 34 viteve pluralizëm, nuk është se ka nevojë për një luks, për një pasuri që ta vendos, duke pas parasysh që zoti Berisha gjatë ti 4 vjeçari u godit dhe në fizikisht, jo vetëm penalisht dhe politikisht, kujtoj këtu non gradën dhe masën e sigurimit, sot është rikthyer dhe në vlerësimin tim, zoti Berisha sot mendon të shkruaj historinë dhe se si do kujtohet Sali Berisha pas x vitesh më vonë. Pra, ka dhe një ego, ka dhe një luftë me veten e tij në raport me të shkuarën e tij, në raport me se si tentuan t'ja mbyllin karrierën. Pra, është edhe në një luftë të brendshme, le të themi, për të shkruar histori. Përveç saj, prezenca e këshilltarëve amerikanë, prezenca e strategut të presidentit aktual, zotit Trump, tregon vullnetin e mirë që ka Partia Demokratike për qenë sa më korrekt para votuesve, për qenë sa më serioz para votuesve, ka një program konkret, po të shohim edhe videot edhe reelsat, edhe tematikat që përdoren, ndryshojnë. Realisht, pra, duket dora e profesionistëve, duket dora amerikanëve. Nga ana tjetër kemi pas një fushat të Partisë Socialiste shumë katundareske, nuk e di, domethënë me ca kandidat provincial që i nxirrnin në vit të parë, një fushat pa fabull, nuk e di... Dhe provinca voton, mos ta diskriminojnë. Po jo ta vesh në... E mbylla, të lutem. Jo, s'ka gjë. Një fushat katundareske, nuk pa fabull, nuk ka pas fabull fushata Edi Ramës. Shqipëria në BE nuk është pak. Për më tepër, Shqipëria në BE nuk është vullnet i qeverisë shqiptare. Është integrim, është proces, është moment politik i unionit që do bëhemi pjesë, s'ka lidhje me qeverinë tonë. Dhe një analizë të shkurtër, sjellja e zotit Rama në 30 ditë fushat. Ai çmoj se ka eksperiencën e duhur që në 2001 kur kandidoi për të parë? 2001-shin, po. Në 2001-shin, ai ka kaluar me 10 fushata dhe ai e di në rëndësinë e gafës në fushat zgjedhore. Një gaf, Arbri, ne e dim që të kushton shumë në fushat dhe të duhet kohë ta rikuperosh, ndërkohë në fushat koha është flori.